Ka ditë që në Gjakov, në Fushë Kosovë, në Ferizaj, Gjilan, Pej, Deçan, Istog, Dardan, Krush, Malishev, Lipjane, Prishtinë, kudo tjetër nëpër Kosovë, qytetarët po protestojnë. Ata ndër të tjera kanë një kërkesë për kryeministrin e Kosovës që ta shkarkojë një ministër të qeverisë që ai udhëheq, i cili në vazhdim të poshtrimeve që po ja bën Kosovës, ka fyer edhe nënat e viktimave të luftës, duke quajtur ato agresira. Kryeministër, qytetarët thjesht po kërkojnë që ju ta kryeni një detyrë ndaj qytetarëve që është njëkohësisht edhe e drejtë e juaja kushtetuese. Në njërin anë keni mbi 50.000 protestues që deri më tash kanë dalur në rrugët në shumë qytete të Kosovës e me shumë qytete të tjera do të protestojnë edhe tash e tutje, të cilët po kërkojnë shkarkimin e këtij ministri, ndërsa në anën tjetër keni një ministër që vazhdon të poshtërojë qytetarët dhe Republikën tonë. Në anën e kujt jeni zoti kryeministër? A do të thotë se për ty më rënd përshon një ministër i ardhur nga Parlamenti i Serbisë, se sa mlefi i nënave të pagjeturve, më shumë se sa emrat e viktimave që i fyn ky ministri yt, më shumë se sa gjithë qytetarët e Kosovës që po protestojnë. A do të thotë se më shumë përshon një ministër i ardhur nga Parlamenti i Serbisë, se sa emrat e atyre viktimave që i shkaktoi Serbia e këtij ministrit tënd. Pra bëhet fjalë për shkarkimin e një ministri që po ta kërkojnë qytetarët tu, për një ministër që nuk të nje as ty për kryeministër, as kushtetutën e këtij vendi, madje nuk e nje as emrin e shtetit të cilin bashkë me shefin e vet, kryeministrin e Serbisë e quajnë Kosovën me të hyj. Bëhet fjalë për një ministër i cili vjen nga Beogradi me detyrat të pafshehura që Kosova t'i kthehet Serbisë. Vjen bashkë me shefin e tij, kryeministrin e Serbisë, dhe ngrenë mes Kosovës përmendohen në mbretjen mesjetare pushtues Gjakatar Milutin, i cili njihet për pushtimet e tij barbare në Ballkan. Vjen këtu pasi që Serbia me parë ka shkelur mbi përmendohet dhe emrat e dëshmorëve qëllimtar shqiptar në Preshevë, ku me pastaj në Bruksel nënshkruhet marrëveshja që dolën asociacioni komuna me shumica serbe, amnistimi kriminalëve serb, dhe zgjedhjet nga të cilat doli lista serbe, e që të gjitha këto i përfaqëson ky ministri yt në qeverinë e Republikës Kosovës. Bëhet fjalë për një ministër tëndin që nga selia e qeverisë së Serbisë kërcënon qytetarët dhe shtetin e Kosovës. Kush është ky Faria Blanevici i cili ka kaq shumë rëndësi e fuqi mbi ty kryeministër? Shkarkoje këtë ministër fashist e këtë deputet Serbisë dhe ktheje në kontinjen e tij në Beograd. Ky nuk duhet këtë vend në qeverinë e vendit tim. Ose shkarkoje, ose ti bashkë me krejt listën serbe shkone bashku dëni dhe ikni prej kësaj qeverie ku nuk e keni vendin.